Edhe sot, si çdo 17 prill, mori rrugën për të varrezat e viktimave të masakrës së Buklekut. E në mesin e 54 martirëve që u vranë më pas edhe u daqën 26 vite më parë, 14 prej tyre ishin të familjes së Skënder Muçollit. Dhimbjen për familjarët e ka të madhe, por akoma më të vështirë ja bën humbja e mbesës, e cila ishte vetëm 6 muajshë në ato kohë. Kisha me cekë që vajza e vllavë Liria ka qenë vetëm 6 muajshë. Në asnjë rrethon një fëmijë 6 muajshë i cili as fjalën non nuk mund ta shqiptoj të vritet në atë formë, të vritet dhe pastaj të digjet deri në copat më të vogla. Emocione, dhimbje e mërzi ka kur kujton kohën se si mori lajmin që anëtarët e familjes së tij ran prej armikut. Takohemi me disa njerëz të cilët nuk i njihnim, vetëm që i pyetëm a din diçka nga fshati Poklek, pa e ditaj se kush jemi na, tregon thot po në shtëpinë e Sinan Muçollit, Sinanin e kanë mbyt me krejt familjen, pa e di që jam djali i Sinanit. Edhe ka qenë më të vërtetë ka qenë moment shumë i vështirë, i përballueshëm, nëse mund ta definoj mungesën e dëshirës për jetë, e kujtoj atë moment. E momentet e fundit me nënën, Skënderi aso kohë 15 vjeçari ka të freskëta dhe sot e kësaj dite. Sot 26 vite në ora rreth orës 5 mëngjesit, kur ka dalë nana na ka përcjell për dalë prej shtëpisë. Ndoshta është ai momenti më i mirë kur e shoh fytyrën e nanës kur lutet për fatin tonë. Ani pse ishte i pikëlluar, Muçolli thot se forcën e gjeti të amanetit që i la ajo. E kam pas një amanet nga nana që të shkollohem dhe falë atina kam vazhduar dhe sot jetoj me një familje të konsoliduar, kuptohet me amanetin e nanës men. Këtë masakër ka përkujtuar presidentja Vjosa Osmani, e cila tha se është një plagë e cila nuk mbyllet pa drejtësi. Derisa homarën e Poklek bëri edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti.